Kiro Hristovski, një ish pacient në dializë, për më shumë se 8 vite ka qenë një ndër personat e shumt në listën e pritjes për transplantim të veshkës. Para 3 viteve jeta e tij u ndryshua kur i u dhurua veshkë nga një donator organesh i cili kishte humbur jetën në një aksident rrugor. Kush to rekov me kujt ne bil ne znaj kako je. Kush nuk ka qenë nuk e di si është. Çdo të dytën ditë shkon që të vendosesh në makinë dhe që gjaku të mund të qarkulloj apo si filter. Pas kësaj në shtëpi je i raskapitur dhe kur mendon se je në gjendje të mirë, përsëri duhet të kthehesh në dializë. Për fat të mirë arrita të më bëhet transplantimi. Isha në listën e pritjeve për transplantim dhe para 3 viteve e gjysmë bëra transplantim nga një person që kishte humbur jetën në një aksident rrugor. Hristovski shton se me dhurimin e organeve shpëtohet një jetë. Сега за туга nesreća za sreća na nekogo. Fatkeqësi e dikujt, fati dikujt tjetër. Për personat që janë në makina për mirëmbajtje nga ndonjë aksident apo të ngjashme, të gjejnë kurajën dhe t'i dhurojnë organet pacientëve të cilët janë në dializë dhe me këtë do të shpëtojnë shumë jetë, ndërsa me këtë u vazhdohet jeta të afërmëve të tyre. Kështu së paku thuan ndoshta edhe gaboj. Në vendin tonë rreth 160 pacient janë në pritje të transplantimit të veshkës. Sipas informatave, aktualisht kemi mbi 1650 pacient që janë në dializë në 23 qendrat e dializës, në 17 qytete të vendit. Pacienti më i ri që shkon në qendër dialize është vetëm 13 vjeçar. Nga shoqata e sëmundjeve të veshkëve në Fron, kërkojnë krijim të një strategjie globale për të adresuar sëmundjen e veshkëve me theks në parandalimin dhe shqyrtimin e hershëm për zbulim në kohë të sëmundjes.